Në qytetin e Korçës, simboli i traditës dhe kulturës shqiptare rikthehet në një festival me vlera të veçanta artistike, i cili dikur ka shërbyer si trampolin për emra të mëdhenj të artit lirik shqiptar. Në këtë edicion, festivali vjen i riformatuar duke bashkuar të rinj të talentuar nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut në një skenë të përbashkët krijuese dhe konkurruese. Ky aktivitet synon të ringjall një traditë të vyer artistike dhe njëkohësisht të promovoj brezin e ri të këngëtarëve lirik, duke u dhënë atyre mundësinë të shpalosin talentin dhe të ndërtojnë rrugëtimin e tyre drejt skenave të mëdha. Ky festival tregon gjithë predispozitën e gjithë ambientit artistik, jo vetëm të pushtetit lokal që na ka përkrahur në këto iniciativa, dhe e sjell Korçën në vëmendje në rast të parë, jo vetëm me shkollën e saj, por me artin dhe kulturën e saj në përgjithësi, dhe i jep mundësinë që të ballafaqohet edhe të bëhet si një pol shumë i rëndësishëm për të që një promotor dhe një lokomotiv do të çojë përpara arritjet e drejtanishme të shkollës tonë në përgjithësi dhe të kulturës në përgjithësi të qytetit. Edhe pse me problemet që tashmë i dim të tanë edhe, por her pas here ka elementa të mirë. Dhe këto elementa faktike marrin rrugët e Evropës. Por ka disa elementat mirë që sot kënojnë në teatro të rëndësishme në Itali, në Austri, në vendet ndryshme të Evropës. Kjo është një shenjë mirë, po dhe një shpresë. Ky është vetëm hapi i parë, mendoj, por i sigurt, i hapave që do hedhim në vitet e tjera në drejtim të konsolidimit të këtij festivali, të këtij aktiviteti dhe të atyre individëve të cilët do të evidentohen dhe do të promovohen nëpërmjet këtij festivali. Skena e këtij teatri ka qenë dëshmitar i lindjes së shumë zërave që sot përfaqëson me dinjitet artin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Sot janë të rinjt ata që ngjiten sërish në këtë skenë për të risjellë emocionin, për të vazhduar traditën dhe për të ndërtuar të ardhmen e artit lirik. Festivali mbarkombëtar i këngëtarëve lirik Tefta Tashko Koço nuk është vetëm një aktivitet artistik, por një urlidhse mes traditës dhe së ardhmes, mes përbojës dhe pasionit të brezit të ri.